Ramazanin e kohët e vjetra në Prizren ka patur shumë tradita të cilat gjatë kohës janë humbur apo kanë pësuar ndryshime. Njëra nga këto tradita të vjetra dhe ajo e dallxhinjeve të cilët kanë paralajmëruar kohën e iftarit dhe të syfyrit në lokalitetet të cilat nuk kanë mundur të dëgjohet ezani i xhamive, të cilat u thirrshin nga muezinjet e kohës në pamundësinë teknologjike të autoparlanteve në minaret e xhamive. Muezinët e kohës çdo ditë kanë hyrë në minare 5 herë në ditë për të thirrur ezanin e sabahut, drekës, iqindis, akshamit dhe të jacis. Ndërsa gjatë Ramazanit pas ezanit të akshamit dhe para syfyrit, dallxhinjet kanë pasur detyrë me lajmërimin e iftarit dhe të syfyrit, besimtarët islam njet ky vetëm i kohës së lashtë e cila akoma përdoret në disa lokacione të Prizrenit. Për të dëgjuar sa më mirë, dallxhinjet vendosen në pika të larta të Prizrenit si në Kala, Bylbylder dhe në Daull Tullum, pika këto që mbulonin me ndëgjueshmëri qytetin e vjetër të Prizrenit. Një detyrë tjetër e dallxhinjeve të kohës ishte edhe lajmërimi i Bajramit, pasi që në mungesë të teknologjisë, ardha e Ramazanit dhe të Bajramit llogaritej me anë të së hënës së re, llogari kjo i cila bëhet përmes kalendarit islamik, ku miftiu i kohës ka pasur obligim për sjelljen e lindjes së hënës dhe me njëherë pas marrjes së lajmit myzhdes për fillimin e Ramazanit apo Bajramit me rend njëherë muezinjët, pasaj edhe dallxhinjët dhe telalët, lajmëtarët, vazhdonin lajmërimin e besimtarëve për ardhjen e Bajramit. Sipas kornologëve dhe qytetarëve të vjetër të Prizrenit ka pasur raste të ralla që besimtarët të zgjohen në syfyr dhe të bëjnë niyet për agjerim, por pas marrjes së lajmit për lindjen e hënës së re nga miftiu i kohës përmes muezinjeve, telallit dhe dallxhinjët, pas disa minuteve apo orëve është ndalur agjerimi dhe kanë marrë rrugën për të falur Bajramin në xhamitë e Prizrenit. Këto veprime kanë zgjuar derisa janë zbuluar mjetet e sofistikuara të cilat sot bën matjen dhe llogaritjen e lindjes së hënës, bile për shumë vite më pas. Dallxhiu është paguar në mënyrë vullnetare nga qytetarët sipas dëshirës, me vlerën e një buke apo në vlerën e një iftari apo syfyri, sipas kushteve apo dëshirës së qytetarit. Në ditët e sotme, dallxhinjet edhe pse në numër të limituar akoma vazhdojnë këtë traditë të bukur, veçmas gjatë Ramazanit, netave të mëdha dhe të Bajramit. Kjo traditë e cila duhet të ruhet si shenjë vjetër e qytetërisë së lashtë, e cila ka pasur qyteti i Prizrenit dhe më gjerë.